Arbana Osmani në negociata për sezonin e ri televiziv? E vërtet, kur do kthehesh në ekran? Kjo është pyetja më e shpeshtë që mund t'ja kenë bërë Arbana Osmanit në 2 vitet e fundit. Shkëputja nga Big Brother pas përfundimit të sezonit të dytë shënoi edhe ndarjen në rrugëve me Top Channel, ekranin ku ajo nisi dhe zhvilloi karrierën për më shumë se 2 dekada. Në një monolog në finalin e X Factor Albania, Arbana la të nënkuptoi për shjen e hidhur që ka pasur nga formati, sidomos në atë që ishte i fundit për të, duke thënë se kishte nisur ta humbas veten, por me shumë gjas veten të gjej sërish në shtator. Burimet të sigurta të Priveva Libertas Fahiu kanë bërë të ditur se kanë nisur tashmë negociatat për rikthimin e saj në ekran. Dhe gjeni pak se ku, jo në Top Channel, por në rivalin e drejt për drejt, TV Klan. Personat e afërt me zhvillimet kanë precizuar për nesër takimi më i fundit është bërë javën e shkuar dhe me shumë gjas palët janë në rrugë të mbarë për partneritet në sezonin e ri televiziv në Vjesht. Nëse kjo ndodh, do jetë pa diskutim lëvizjet më të forta në botën e medias viteve të fundit.